Në Shqipëri qeveria kontrollon 90%, 92% të mediave. Shikoni se si Edi Rama, duke paraqitur pro-opozitar Ymer Çorapen, Carlo Bolinon e tjerë, kërkon të bashkëtojnë shqiptarët në botën. Me një gjuhë ordineri, reagon ndaj protestës dhe lidhur me udhëtimin e tij në Zvicër. Ai zotohet e stërzotohet se ai dhe bashkëshortja e tij s'kan udhëtuar kur po qëllime private me paratë shtetit. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra gjatë, po 2 kilometra gjatë. Urdhërot dhe ta mban. Pse nuk lejove Komisionin Hetimor Parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Pa avionin, me çfarë parash e ke paguar ti? Cili është fytyra e vërtetë e Edi Ramës dhe roli i tij në aferën Aruba? Cilët janë qeveritarët që ai dërgoi në atë takim? Natyrisht, Edi Rama po marrë qëndrimet tipike të një diktatori autoritar. Dhe thot pse më quajnë tradhtar, si të quajnë tradhtar. Ai është sjell me shqiptarët në Kosovë më i zi se Vučići. Protesta është e vetja rrugë. Dhe ne